Zoti Berisha shkuar. Jo, Zoti Berisha do të largohet në sumbe zgjedhjet? Shiko, unë do të thoja që i qëndroj mendimeve të mia konstante. E përsërita dhe vazhdoj të ripërsëris. Pjesë e paketës time ka qenë që kemi bashkëpunuar me të shpresojmë të hiqet non grata. Spakun e mbështesim, po në raport me zotin Berisha ka një bazament të lëkundshëm ligjor, dhe këtë e kemi thënë dhe e themi, dhe tashti mbas zgjedhjeve, në qoftë se jemi realist, në qoftë se zoti Berisha arrin dhe merr një rezultat domethënës, që tregon që mundet me 3-4 mandate. Por rezultati është më i mirë se ai i Lulzim Bashës në 2021. Atëherë krijon një farë optimizmi që të gjithë kërkojmë falje dhe jemi plotësisht dakord na mbështesim, sepse mundsohet. Po nëse rezultati del edhe më i keq se Lulzim Bashës. Pse ne para 3 vitesh pse ne para 3 vitesh e mbështetëm? Sepse mundi doli më i fuqishëm se Basha, para 2023-shin, 2022-shin që ishin këto zgjedhjet lokale. Që i fitoi Berisha, doli më i fortë se Basha. Dhe duke qenë se doli më i fortë se Basha, ky faktor nuk mund të injorohet. Ramën kemi përballë, hajde të investojmë për të bërë gjithë bashkë. Ky nuk i bëri punën si duhet bërë. Dhe po hyn në fushat për të mundur Bashën. Pra është për të ardhur keq në 3-4 vitet e fundit, e djatha futet në fushat për të provuar është Basha më i fortë se Berisha apo Berisha më i fortë se Basha. Kur të gjithë duhet ishin bashkë për të mundur Jo, unë përsëri mbeten te kjo. Statuti e ka që zoti Berisha duhet largohet. A mund të kthehet përsëri zoti Berisha? Zoti Berisha të bëj çfarë të dojë sepse është vendimarrja e tij. Atë që kanë dorë për ta bërë demokratët, do ta bëjnë me 11 maj. Për të thënë që koha jote politike ka mbaruar. Zot Xhaferi, ju i besoni Lulzim Bashës? Në çfarë sens? Do të mbështesni sepse ju jeni pozicionuar, e thatë që jeni pozicionuar për gjithë ato arsye që thatë. Shiko, Lulzim Basha ishte një prurje e Berishës në Partinë Demokratike. Edhe të qenit ministër, edhe të qenit 3 herë, edhe të qenit kryetar bashkie, edhe të qenit lideri i opozitës, pavarësisht çfarë thonë lart e poshtë si Berisha, si Basha për njëri tjetrin, nuk ka demokrat nga veriu në jug që nuk e di që i ka dhurat nga Berisha. Unë mendoj që do të ishin në dinjitetin e Lulzim Bashës, që në momentin që mori vendimin për përjashtimin nga grupi parlamentar, të thonte që unë jam një njeri që gjithë të investime kam pasur nga zoti Berisha. Vendimin e quaj të drejt, po le ta marrë një lidhje tjetër, t'jep të dorëheqjen. Kjo mund të ridimensiononte. Tash që flasim për Lulzim Bashën që e djatha shqiptare investoi për ta bërë tranier të ekipeve që luajnë në stadiume të mëdha dhe i shef gjithë Shqipëria, dhe ai ka vendosur të luajnë calcetto. Shumë bukur kjo. Ju vetë personalisht në datën 12 maj ç'do bëni? Atë që kam bërë gjithmonë. Pra unë në rrugtimin tim politik ju thatë ke filluar që në 92-shin janë zgjedhjet e 11-ta, 5 herë kam qenë deputet, 6 herë nuk kam qenë, unë do i qëndroj parimeve të mia. Pra, që nga falenderoj Zotin që më ka dhënë këtë mënyrë të qëndruarit, në 98-ën kur mendoja 97-ën që ishte shumë e vështirë, që Berisha i kishte gabim, qëndrova dhe i shpreha haptas dhe me forcë parimet e mia. Në 2003-shin, 2004-ën, kur Berisha bëri gjën e dur dhe ishte dhe ju një koalicion shumë i gjerë gazetarësh që e donin ndryshimin dhe të gjithë gjën e dur, e mbështetëm. Në 2005-2009, që kishim një qeverisje të mirë në parlament, kam qenë një nga mbështetësit kryesor të politikave të qeverisë. Aktualisht tani, dita ndaj shumë mirë, njerëzore nga politiken. Në plan njerëzor është një lidhje që unë kam punuar dhe dëshiroj që dhe në ato që kam punuar nuk mund të them që nuk ka bërë gabime, por me ato që ka ndodhur në Shqipëri, ky duhet të ishte nga të fundit që mund ta meritonte në ngradë, jo nga të parët, dhe dëshiroj që në ngradë të hiqet. E mbështes pakun sepse po bën maksimumin që në Shqipëri të hiqet kultura shumë e rëndësishme kjo që të hiqet kultura e panduskueshmërisë, por në raport me Berishën thash ka pasur probleme. Berisha thonë në 12 të shkrisë. Të gjitha këto e ka shumë gabime dhe kjo është një pikë ndarse e fortë. Të gjitha këto, pra, duke thonë këto, që janë njerëzore në planin politikë, ne jemi që Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet. Dhe kur unë në këto 3 vite shoh që një mbas një vendimet nuk kanë të bëjnë me ecurinë drejt rotacionit,
po kanë të bëjnë me forcimin e mundësive për të zgjidhur hallin personal, nuk mund të heshtë. Më ngasmove përsëri këtë, se jemi në mbyllje të bisedës me SPAK-un. Okej, qëndrimi juaj ka qenë konstant, që e keni mbështetur SPAK-un. Me përjashtim të këtij momenti që ju thatë që për zotin Berisha, a ka bërë SPAK-u punën e dur, zoti Xhaferaj, në 5 vite e pak muaj të aktivitetit të tij? Për mua ka kapërcyer në kuptimin pozitiv çfarë do lloj pritshmërie. Ka kapërcyer? Ka kapërcyer në kuptimin pozitiv. Pse e them këtë? Kemi një strukturë prokurorësh dhe oficerësh të byros të hetimit, të cilët në fund të fundit ata janë një trup njerëzore që kanë familjar të tyre, kanë njerëz tresit familjar që janë të vendosur në Shqipëri, dhe ata kanë qenë një presion të papar nga të dyja krahët. Nga një ranë shifnim Ramën që thonte unë nuk do lejoj Republik prokurorësh, nga ana tjetër shifnim Berishën që thotë unë do e shkris SPAK-un. Më fal që të ndërpres, sepse kjo që po thoni është shumë e rëndësishme, po nga kandidat Partisë Demokratike, partisë që ju vazhdoni të jeni akoma, më vjeni mesazh se ata u çojnë kështu dhe thotë voto për mua. Nuk po e përmend emrin, por si e komentoni ju këtë? Kërkoj shumë ndjesë, po nga që merri tani dhe s'dua ta si e komentoni këtë mënyrë? Që? Po jo, ky e çon pa e ditur se ku t'ia çon, se kështu i bie, se nuk mund t'ia çojë gazetar, ai nuk e ka iden. Janë zgjedhje individuale të çdo individi. Ashtu e ka menduar, thot paktën unë nuk unë pas gjithë duke nisur këtë mesazh, pavarësisht se mund t'i kthehet në bumerang, sepse tjetri mund ta marrë si mungesë respekti apo mungesë. Po sigurisht sepse për të pëlqej njëo. Kështu që të kthehemi te ajo që është e rëndësishme. Okej, ajo është më e rëndësishme. Pra, të ndodhur në presion nga të dyja krahët e politikës, ata kanë dhënë mesazhe shumë të forta me produktin që kanë krijuar, që kultura e pandushkueshmërisë në Shqipëri mund të shkojë drejt fundit. Shumë interesante kjo. Dhe në fund unë fundit. Duke parë, po fundit se tani Ferdinand Xhafera do të thojë ke 35 vjet në politikë tani. Duke qenë se ju keni qenë drejtori i kurudhave shqiptare për një periudhë, me njëherë mbas rrëzimit. Më duket shumë interesante të pyes ju për këtë po themi rigjallërimi që po ndodh tani për kurudhën shqiptare. Ka një sër projekte zoti Xhafera dhe ju jeni nga ata edhe vetë arsimimi juaj është i tillë që unë do të thoja që e kam drejtuar për 3 vjet 92-95 e kurudhën shqiptare. Po? Dhe më kujtohet që në vitin 95 para se të largoja, revista më e madhe ndërkombëtare e kurudhave, bëri një artikull që drejtori më i ri në botë për moshë, sa vjeç? Dhe 28 vjeç jam emëruar drejtori i përgjithshëm i kurudhave, një ndërmarrje që kishte 10.000 punonjës, dhe që më rëndiste 5-6 arritje konkrete. Po cilat ishin ato? Që kishin reforma komplet. Pra, fuqia punëtore nga 10.200 u reduktua në 4.000, sepse kishte rënë volumi punës. Filloi transporti i madhrave gjithë më radh, dhe atëherë ka qenë shumë unikale, sepse të 6.000 ata punëtorë punonjës që u larguan i kanë pritur një për një në zyrë. Deri në 12 natës. Dhe aty ku konstatoja që kishin probleme familjare shumë të forta, merra vendimin për t'i kthyer. Po pse u shkatërrua kurudha shqiptare zoti? Po 92-shin pse u shkatërrua ushtria shqiptare? Jo, u shkatërrua Shqipëria. Në 90-91 ishin këto. Në 92-95 pra të kthehemi tek kjo që ju thatë për hekurullat. Dhe ajo që unë them është që hekurulla shqiptare mund të jetë efektive vetëm në këtë segmentin në rinas Tiranë. Me portin. Të gjitha të tjera që fliten nuk më duken se janë projekte. As lidhja Shqipëri-Kosovë? Të paktën sepse shiko, në qoftë se ti ke autostrada shumë të mira, transporti rrugor është shumë konkurruese në raport me hekurullën. Hekurullat janë efektive në vende që lëvizin miliona tonë madhra, trena me 10 vagon. Në planin ekonomik, në vitin 95 kur unë kam lënë hekurullën shqiptare, treguesit ishin të tillë. Në Europë ishin vetëm hekurullat gjermane që e kishin subvencionin nga shteti 30%. Hekurullat italiane e kishin subvencionin mbi 50%. Në botë ishin vetëm hekurullat japoneze që dilnin me fitim. Ti tani e ke me subvencion nga shteti. Volumin e madhave që ke ta konkuron, po pate sistem rrugësh shumë të mirë, duhet kesh 100 kilometra transport
linja shumë gjata që justifikohet. Pra në planin ekonomik nuk besoj se do jetë justifikueshme. Jo, flas kjo Tiranë-Prishtinë për shembull. Kush do jenë volumet e madhrave? Po transporti udhëtarëve studimet e vlefshmërisë, studimet e vlefshmërisë dhe fakti që janë sipërmarrje me subvencion që kërkojnë nga shteti dhe fakti që ne kemi investuar dhe kemi bërë shumë mirë për sa i takon sistemit rrugor, të gjitha këto janë kritere që nuk shkojnë në funksion të rivitalizimit pavarësisht dëshirës tonë të rrullave me atë përmas që reklamon kryeministri. Po më ngacmuat, po kush e shkatroi Shqipërinë në 92-shin? Si? Kush e shkatroi Shqipërinë se u shkatruan gjitha uzina, fabrika? Ky është një proces, shiko, para se të dalim tek uzinat e tek fabrikat, problemi më themelor është ushtria. Ajo duhet investiguar dhe besoj që do të dëgjohet çuditëra. Ne kemi, se unë kam pyetur dhe zotin Berisha për këtë dhe Shesheli e tha në parlamentin e Beogradit. Kemi zgjedhjet për një javë. Jeni këtu? Ma mbyllë gojën. Po do të ftojmë pas zgjedhjeve. Me shumë dëshirë. Është një çështje shumë interesante. Zoti Xhaferi, unë të falenderoj, si gjithmonë ju jeni një zë shumë interesant, mund mos jesh ndoshta dakord, por Partia Demokratike ka nevojë për zëra të tillë. Unë nuk e di ku e gjen ti guximin, po më shumë më habit se pse nuk kanë guxim atje. Një Sully Murrizi është atje vetëm. Ai thotë ç'a do edhe garon. Kjo më habit, si ka mundësi? Mas një majt. Okej. Besoj që do jenë më shumicë. Të falenderoj për bisedën. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, do ishte një bisedë me zotin Ferdinand Xhaferaj, deputeti i Partisë Demokratike, në një analizë për zgjedhjet e 11 majit. Nga Ura Lançafoku, mirupafshim.